Sipas të dhënave më të fundit nga Instat, pas shqiptarëve të Kosovës që tradicionalisht kryesojnë në numrin e hyrjeve në Shqipëri, italianët janë të dytët për nga numri i vizitave në vend. Gjatë 4 muajve të parë të vitit 2025 kanë hyrë në territorin shqiptar plot 301.457 shtetas italian, duke shënuar një rritje prej 7.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ku regjistruan rreth 281.000 hyrje. Theksojmë se në vitin 2023 dhe 2024 pati respektivisht rreth 950.000 dhe 1.2 milion shtetas italian. Muaji më i ngarkuar ka qenë prilli me afro 96.000 vizitorë italian, i ndjekur nga marsi me rreth 78.000 hyrje. Në krahasim, janari dhe shkurti patën shifra më të ulta, me shkurtin si muaj më me pak vizitor nga Italia. Ky fluks në rritje nuk lidhet vetëm me turizmin sezonal. Gjithnjë më shumë italian po vinë në Shqipëri edhe për arsye ekonomike, pune apo investimesh, pasi në vend ka një numër të konsiderueshëm biznesesh italiane. Përveç kësaj, çmimet më të ulta në shërbime, veçanërisht në disa fusha shëndetësore, po e bëjnë Shqipërinë gjithnjë më tërheqëse për qytetarët italian, sidomos për ata të moshës së tretë, që po e shohin vendin tonë si një alternativë të levërditshme për të jetuar. Të dhënat tregojnë një ndërlidhje gjithnjë më të fortë mes Shqipërisë dhe Italisë, jo vetëm përmes turizmit, por edhe përmes lidhjeve sociale, ekonomike dhe kulturore. Kjo prirje pritet të vijojë në rritje, sidomos gjatë muajve të verës, duke pasur një ndikim të rëndësishëm në sektor si turizmi, tregu i pasurive të paluajtshme dhe shërbimet private në vend.